Donald Trump mirëpriti në Shtëpinë e Bardhë presidentin e Sirisë Ahmad al-Shara në një koalicion global të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të luftuar grupin e Shtetit Islamik. Trump u zotua të bëjë gjithçka që mundet për ta bërë Sirinë të suksesshme. Takimi mes dy udhëheqësve në zyrën ovale u zhvillua pa praninë e medjave dhe al-Shara hyri në ndërtesë përmes West Executive Avenue, gjitur me Shtëpinë e Bardhë në vend që të hynte në rrugicën e krahut perëndimor që përdoret normalisht për mbërritjen e udhëheqësve të huaj. Ai u largua nga Shtëpia e Bardhë rreth 2 orë më vonë. Me rastin e vizitës historike, Departamenti i Shtetit njoftoi pezullimin e sanksioneve kundër Sirisë për 180 ditë të tjera, në dritën e vendimit të Kongresit të Amerikës për t'i hequr ato përfundimisht. Ndërkohë pas takimit, Trump tha për al-Shara se s'kam besim tek ai se do të jetë në gjendje ta bëjë punën, duke theksuar në një postim në rrjetet sociale se planifikon të takohet dhe të flasë sërish me udhëheqësin sirian. Në një deklaratë të shkurtër, presidenca siriane tha se të dy udhëheqësit diskutuan mënyrat për të zhvilluar dhe forcuar marrëdhënie të dypalshme, si dhe disa çështje rajonale dhe ndërkombëtare. Në një postim në platformën X, ministri i informacionit Hamza al-Mustafa njoftoi se Siria kohët e fundit nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me koalicionin ndërkombëtar anti-xhihadist të formuar në 2014 për të mposhtur Shtetin Islamik. Ahmed al-Shara mori pushtetin në Damask dhjetorin e kaluar, si kreu i një koalicioni islamist që rrëzoi presidentin Bashar al-Assad. Qysh prej atëhera i ka udhëtuar gjërësisht jashtë vendit, ndërsa qeveria e tij kalimtare kërkon ta nxjerrë Sirinë nga izolimi ndërkombëtar me të cilin u përball në sistemin e Assad.